الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Falëndërimi takon Allahut, ai që na krijoi, na formsoi në formën e bukur, na udhëzoi drejt rrugës së drejtë. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi profetin e tij, udhëzuesin e njerëzimit, mbi familjen, shokën, mbi gjithë ata të cilët ndjekin udhëzimet e tij deri në kiamet. Vëllezër besimtar, jemi duke jetuar me një kohë kur tentimi për të krijuar një model të njeriut, po e quaj model njeriut ekonomik, ku njeriu po tentohet të përshkruhet si një qenie ekonomike, si një makinë që po i vy njerëzimit vetëm për të prodhuar dhe vetëm për të konsumuar. Gabimi më i madh është kur qenia njerëzore drejtohet, perceptohet, tentohet dhe investohet që ai të vlerësohet vetëm mbi bazën e pasurisë që ai posedon, mbi bazën e materiales. Qoftë si individ, qoftë si familje, qoftë si shoqëri. Kur i gjithë muhabeti brenda familjes, kur i gjithë muhabeti brenda shoqërisë, pa më parasysh ku janë, në xhami, në rrugë, në vend punës, në shkollë, në universitet, në ekranet televizive, gjithçka plitet vetëm për materialen dhe tentohet të krijohet ky njeri, atëherë këtu është problemi ose piknisja asaj ku ne duhet ta bëmi një zgjim personal dhe kolektiv brenda shoqërisë sonë. Sot për fat keq, njeriu matet me atë çfarë posedon. Sa vetura ka, çfarë pasurie ka, ku ka investu, sa shtëpia ka villa apo nuk ka tokë apo nuk ka, e kështu me radhë. Ky është ai që i bëhet vlerësimi njeriu të përparuar sot, për fat keq, në nivel lokal, në nivel shoqëror, por edhe në nivel, do thotë, global, tentohet që njeriu të matet dhe shoqëria të matet mbi vlerën e posedimit të pasurisë dhe materiales. Pra, një njeri i cili ka pasurisë, ai është njeri i përparuar. Kështu po tentohet, vendoset. Një shoqëri e cila ka pasuri, ajo është shoqëri e përparuar dhe kështu me radhë. Zoti xhelal na mëson në Kur'an dhe na përmirëson këtë koncept, duke na treguar se përparimi nuk është ai në të cilën njerëzit mund ta perceptojnë, sepse tek e fundit pasuria nuk është suksesi dhe pasuria nuk është gjithçka në këtë jetë. Allahu thotë mos i hëllni shikimin në të mirat kalimtare, që na kemi dhënë disave prej tyre si stoli të jetës së kësaj bote për t'i vënë ata në provë. Pastaj vazhdon ajeti kur thot Zoti, shpërblimi i Zotit tënd është më i mirë dhe më i qëndrueshëm. Allahu xhalla taala po e tregon se dhënia e pasurisë dhe stolive të kësaj jete janë për një pjesë të njerëzve që i posedojnë, e ne pastaj lakmojmë, i lëshojmë sytë tonë, i lëshojmë qasjen tonë, tentojmë të thotë me him brenda botës së tyre, po thotë mos tentoni me boksi hapa të gabun, sepse ata janë në provë të madhe. Andaj Zoti po tregon zgjidhjen dhe po i qetëson besimtarët thotë se ajo gjithçka është kalimtare, është shpërblimi i Zotit tonë, është më i mirë dhe më i qëndrueshëm. Kjo jetë kalimtare vëllezër nuk është kriteri i vlerës së vërtetë. Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam
Në një dhënie të tij të cilën e shkruan Buhariu dhe Muslimi shumë qartë tha, nuk është i pastër ai që ka shumë pasuri, por i pastër është ai i cili është i kënaqur me atë që posëdon. Dikush sot e ka pasuri në dunjas, por nuk është rehat, nuk është i qetë. Në rrethin tonë shoqëror, familjar, kemi njerëz që nuk i mungon asgjë nga jeta e kësaj bote. Të gjitha lukset e të mirat e dunjas i kanë, por si thot populli, janë çupesh, nuk e dinë se çka kërkojnë më shumë. Dhe në anën tjetër kemi njerëz të cilët nuk i kanë për privilegje, por mjaftojnë dhe janë të kënaqur me atë që posedojnë. Nëse ka një kul në kokën e tyre, nëse ka një vetur, nëse kanë familje, kanë fëmijë, kanë vend punës tonë, alhamdulillah, në tëllatë mirat jemi dhe po jetojmë që na ka dhënë Imami Zot Xheletash. Njeriu kur shihet si plaçk tregu, kur gjithçka matet me para, njeriu bëhet një produkt i një malli tregtar. Nuk lëviz, nuk dashuron, nuk krijon miqësi, nuk krijon rruga të komunikimit as me antarët e familjes, as me njerëzit, dhe nuk e don as veten, as familjen, as shoqërinë, as vatanin, vetëm atëherë kur i hipën lekë. Çka po të ndodhë? Mos i mashtroni fëmijët e ju vëllezër. Mos i edukoni fëmijët e ju mbi edukimin e pasurisë. Një pjesë e madhe e prindërve mendojnë që realizimi i kushteve të mira për fëmijët e tyre është gabimi më i madh, është përcaktimi më i madh. Kur fëmiu yt ty don vetëm se ti ja realizon kërkesat atij dhe ja plotson nevojat e dëshirat e shumta dhe kërkesat të pandashme sot janë shumë të gjata. Dhe në moment që ti boshi pa atë një ditë, nuk kemi mundja, kemi me dalë në penzion, kame në ka plus mundja, pleqivia, halë dhe. Për derisa ne kemi eduku këtë fëmijë që mi ndonë atyre në stop, për këta fëmijë ne bomi më të pandejë. Kaq, këta ikin dhe vrapojnë pas asaj që na i kemi dhënë në vazhdimësi. Ajo është paraja, ti nuk vëdejë. Pra atë, kime mbeti vetëmu, pra atë të lenë shpet, pra atë qënë ndonë të pleqve, pra atë e për atë, sepse ne kemi vepru si kemi orientu ata, ka ajo që ata po vrapojnë dhe nuk pëjdim ku mundohen. Kështu vazhdojnë edhe me familje, kështu vazhdojnë edhe me shoqëri, shteti kur i jep, është i mirë, qeveria kur i jep, është i mirë. Në moment që e ndojnë, gjithçka rrotullohet tek ai. Allahu Jalla Ta'ala thot e kush wa man adallu mimman ittaba hawa bighayri huda min Allah. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. E kush është më i humbur se ai që ndjek pasionin e veta, pa udhëzimin e Zotit. Pasuria është lloj pasioni kur verbohet njeriu, kur gjithçka në botën e tij sillet rreth paras. Kur babën e shes si pare, kur faren e shes si Zot, kur vllahun e shes si pare, kur motën e shes si pare. A për dini përgjithë se problemet më të mëdha që kemi në familjet tona, në pragun e shtëpive tona, është pikërisht për shkak të pasurisë. Vrasjet, për 10 ditë 5 vrasje. Shumica tyre pse ka ndodhur? Ka ndodhur për shkak të pasioneve dhe epsheve të kësaj dhunjaje. Kaq. Nuk do për diçka tjetër. Nuk ju myt në xhamia, nuk ju myt për ndonjë vlerë, ju myt thjesht për diçka që është galimtare. Dhe kanë çu dorën ndaj njëri tjetrit dhe sot janë kalbën në mëdhej dhe pas kanë lënë pasoja të mëdha, qoftë për familjen, qoftë për shoqërinë. Andaj thjesht ne do thotë si një qenie njerëzore kemi nevojë për vlera, për nevojë, kemi nevojë për ato gjëra të cilat ne i kemi trashëguar për prindëve tanë dhe duhet t'i ruajmë ato të cilat janë të qëndrueshme në jetën e kësaj bote. Ne për fatmirësi shoqëri, ende do të kemi vlera të cilat duhet të mbajmë.
kulturë, vlera shoqërore, kemi ende dhe thot truezën që e shtrohemi, kemi ende iftarin, kemi darkat familjare, kemi ahendit familjare, kemi gëzimet, martesat, të cilët ende thirremi. Këto janë vlera që i duan. A mendoni vëllezër se më ardhi kush prej botës që është kushtimisht të thonë më përpara se neve? A intereson diçka këtu në Kosovë? Jo. Intereson vetëm ajo që i mungon tyre. Nëse vinë Arab, aty ku dojnë me nejtë Arab, veç në për kodra dhe në për male. Në beton nuk dojnë sa ta janë të mushtë me beton. Nëse vinë prej Evropës, musafera, aty ku dojnë me nejtë ata dojnë me nejtë mrena shpjeve tona me shtru në sopën dhe tabulinën tonë. Dhe me tirë në familjarët dhe shokë, edhe mu habit ata me mëndu që na kena dartë në familje. Për çka? Sepse kjo i mungon atyre. Pasurinë e kanë, por pasurinë të cilët ata kanë vrapu, deri në fund dhe i kanë lënë vlerat e familjes që ajo pasurisë i marrin në dëm të plegjeve. Ata dhe fëmijët e tyre shumë shpejt kthehen tek ku janë prindërit e tyre. A dini që në Japoni ka departamente për vetvrasje, për njerëz që thotë që mirë me vetvrasje. Është një departament shtet i cili mirë vetëm me njerëz që vetvriten. Një vend kaq i përparuar, një vend do thotë që i ka mbri majet e civilizimit në aspektin e përparimit material. Ndërsa aspektin shpirtëror do të kanë mbetë mbrapa. Dhe shkojnë atë njerëz, nuk i mungon asgjë, vlojnë konopin dhe gjejnë metoda të ndryshme. Derisa në Japoni ka librari ku shiten libra të cilat i tregojnë mënyrën e vetvrasjes më shpejt. Në Japoni shitet libri ku një UMR, ai që ka vendosur mu vetvëri, ja tregon disa metoda dhe zgjidhet nëse ke vendosur mu vetvëri, mos u vetvëri me konop, me vetvrasje klasike, as mos u gjujt të tramvaj, as mos bë, po merri disa metoda të thotë më të lehta për vetvrasje. Ka parqe që njihen me emrin parqe të vetvrasjes, ku njerëzit shkojnë aty dhe vetvriten. E kështu më radhë. Pastaj ka edhe departamente të cilët mirën vetëm me njerëzit që vdesin në vetmi. Shteti është dashur në një departament, sepse ka shumë njerëz, ka me qindra e mia njerëz që vdesin shtëpiat e tyre dhe nuk e din askush që ata kanë vdekur. Duhet më organizu një departament i cili duhet më marrë me këta njerëz që kanë vdekur vetëm dhe për mi kry procedurat tjera. Këtë janë vëllezër këto janë thirrje për vetësim personal, individual, familjar. Jo thirrje do thotë që na me thonë dikush ose me perceptu se hoxha po thirr që na nuk duhet me të paruar, nuk duhet me punu. Jo, janë asaj. Përparoni, punoni, inshallah më rrini atje do thotë ku janë majet e suksesit ju, por mos me harru njerëzor. Vetëm kam marrin për toke. Mos i harroni familjen, mos i harroni vlerat, mos i harroni ata të cilët ju kanë pru deri në qatë pikë që ti memoria që e moja. Ky është mesazhi jo, shumë i qartë. Të ruajmë brendësinë tonë, të ruajmë shpirtërorën tonë, të ruajmë stabilitetin ai i cili na ndihmon gjithherë që jemi stabil. Andaj për fund vëllezër, mos e makni jetën asnjëherë me pasuri. Mos i krahasoni veten e juve me njerëz të cilët kanë mbritë pasuria, por krahasoj veten me ata të cilët kanë suksese të tjera, kanë familje, kanë vlera, kanë etikë, kanë moral, kanë dije, kanë përparim. Makni veten gjithherë me ta, jo me ata të cilët kanë pasuri. Mos e edukoni veten e fëmijët asnjëherë me atë që është kajtimtare dhe që po e sedon sot dhe nesër nuk e ki që është paraja. Jepni gjithherë përparësi dashurisë, vërtyteve, vlerë, dijes, shpirtit, adhurimeve, atyre që janë të qëndrueshme në këtë botë dhe përfunde lutem Allahun xhelalu teala që Zoti mos na shndrojë në rrugë të pasurisë, na barboj Zoti, vrapohemi pas asaj që një ditë e lemi pas
dhe pastaj dikush tjetër e trashëgon, dikush tjetër e keq përdor, ndërsa ne nuk e gëzojmë atë, por ne vetëm do t'japim llogari prej saj. Na dha Zoti suqes, na dha Zoti shpirtin i cili ecë në këtë jetë duke qenë suqes, duke qenë vigjilent, duke qenë në rrugën e Zotit që nuk e hec hapa dhe atje ku nuk e kërkon Zotin, por e fiton shpëlimin e tij duke qenë në këtë dunja. Allah ju nderoj, Allah ju ruaj, kudo që jeni, në Allah në këtë çast të ditës së xumës, sepse Zoti u përgjigjet lutjeve të besimtarëve.